26 mars. Si të gjesh kënaqësi në fjalën e Perëndisë. Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time, janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. Psalmi 119:103. Mos ja ul kur vlerën kryshtërimit, duke e kthyer në një çështje kërkesash, vendimesh dhe fuqie vullneti. Kryshtërimi ka të bëjë me atë që duam, me atë në të cilën gjejmë kënaqësi dhe që na shijon. Kur Jezusi erdhi në botë, njerëzimi ishte i ndarë sipas asaj që ata donin më fort. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën. Gjoni 3:19. I drejti dhe i ligu ndahen aty ku gjejnë kënaqësi në zbulesën e Perëndisë te Jezusi apo në mënyrën si bota jeton. Prandaj, dikush mund të pyes: si mund të gjej kënaqësi në fjalën e Perëndisë? Përgjigjja ime është e dyfisht. Së pari, lutu për një shqis të re shijimi në gjuhën e zemrës tënde. Së dyti, medito mbi premtimet e mrekullueshme të Perëndisë për popullin e tij. I njëjti psalmist që tha: sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time, Psalmi 119:103, tha pak më përpara: hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd. Psalmi 119:18. Psalmisti lutet sepse e di që të kesh sy frymëror për të parë lavdin ose të kesh shqis të shenjtë në gjuhën e zemrës është dhuratë nga Perëndia. Askush nuk ka një uri të natyrshme, askush nuk gjen kënaqësi të natyrshme në Perëndinë dhe në urtësinë e tij. Por kur ti jesh lutur, në fakt ndërsa lutesh, medito mbi përfitimet që Perëndia i premton popullit të tij. Medito mbi gëzimin që ke kur Perëndia i plotfuqishëm është ndihmës i yt, tani e përjet. Psalmi 1:3-4 thot se personi që mediton mbi fjalën e Perëndisë do të jetë si një dru i mbjellë përgjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e vet në stinën e vet, dhe që gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Nuk janë të tillë të pabesët, janë si byku që era e shpërndan. Kush nuk do të kënaqej të lexonte një libër i cili do ta ndryshonte atë njeri nga një byk i padobishëm në një cedër të fuqishëm, nga një shkure në një arr. Thellë, askush nuk dëshiron të jetë byk, pa rënj, pa peshë, pa dobi. Të gjithë ne duam të marrim fuqi nga një lum i thellë realiteti dhe të bëhemi njerëz të frytshëm dhe të dobishëm. Fjala e Perëndisë është ky lum realiteti dhe të gjithë shenjtorët e mëdhenj janë bërë të mëdhenj prej tij.